Antarët e BE-s kanë ankesa për mënyrën e komunikimit të ministrit Fatmir Limani ndaj tyre. Për këtë arsye organet partijake mund të vendosin që ta tërheqin atë nga posti në qeveri. Ta kreu lëvizjes Besa Bilal Kasami, duke u shprehur i sigurt se partia i ka në dorë emrat e saj që i vendos në pozitat e ekzekutivit. Sigurisht, përderisa është në atë pozitë si propozim i Vlenit, që ka ardhur nga lëvizja Besa, edhe rikonstruimi eventual në rikonstruimin e parë që do të ndodhë, do të vinë propozimet nga Vleni dhe sigurisht që duke respektuar propozimet nga subjektet të cilat e përbëjnë Vleni. Për këtë çështje Kasami paralajmëroi se do të flitet sonte në kuvendin partijak. E i pyetur nga televizioni 21, ministri Limani tha se nuk dëshiron të komentojë deklarata hipotetike dhe se një qëndrim zyrtar do ta ketë vetëm nëse do të ketë hapa konkret nga organet kompetente apo nga subjekti politik. Lidhur me deklaratën e zotrit Kasami se Gjoja disponon kompetenca për shkarkimin e ministrit, Fatmir Limani nuk do të komentoj pretendime politike apo deklarata hipotetike. Unë do të prononcohem publikisht në momentin kur do të ekzistojë një vendim konkret, zyrtar dhe institucional nga subjekti apo organi kompetent. Deri atëherë nuk e konsideroj të arsyeshme të hyj në debat me deklarata politike. Por kryeministri është i kënaqur nga puna e Limanit dhe ja rikujtoi Kasamit se kush është mandatari që vendos se kush hyn e kush del nga pozitat. Ja sam zadovoljan со работењето на господинот Фатмир Limani и мислам дека е додадена вредност во Министерството за социјална политика, демографија и млади. Јас сум мандатар на владата и јас ја составам владата. Ако некој тоа го заборавил, еве да го потсетам. Një emër tjetër që Kasami mbrëm me përmendi në Klik Plus është drejtori meteorologjisë Sedat Rushani, për të cilin tha se e ka shkarkuar për shkak të pakënaqësisë nga puna e tij. Drejtori i shkarkuar reagoi duke e pyetur se kush e ka bërë këtë vlerësim, apo arsyeja e vërtetë sipas tij është se nuk ka pranuar pazare, korrupsion apo nënshtrim, gjë që sipas Rushanit kjo nuk i ka pëlqyer leadershipit.